Të dashur shqiptar, në prag të përvjetorit të pavarësisë, më bie në mendje një ide gjeniale. Fjala greke stoichios, që do thot varg, bëhet në gjuhën greke të lashtë varg kolonash. Varg ushtarësh hoplit, varg elementesh. Grekët vendosin të krijojnë orën diellore. Të parët në botë, por e kanë marrë si model orën egjiptiane. Pse? Egjiptianët vendosnin disa kolona të larta, gjigande, dhe krejt pa dashur, egjiptianët krijuan orën diellore, duke parë hijen e këtyre kolonave që lëvizte. Grekët e kopjojnë këtë ide dhe krijojnë një orë diellore universale dhe përdorin këtë orë diellore në Iliri, kudo. Ç'a ndodh tani? Stoichios quhet një varg kolonash dhe një kolonë e vogël dhe një orë e vogël rrethore me numrat 12 nga 24. Grekët i ndajnë në 12 numra, orët e ditës, dhe fjala ora vjen nga greqishtja në shqip. Ata vendosin këtë stoichios që pastaj u ndryshua në shqiptim stichios. Dhe stoichion u ndryshua si shqiptim në stichion në greqisht. Kjo futet në gjuhën arvanitase, stichio edhe në greqisht, dhe bëhet fantazm. Hija e kolonës bëhet fantazmë në shqip, se shqiptarët nuk e kuptonin që do thotë orë diellore. Kjo rihyn në greqisht nga gjuha arvanitase në stichio, hije fantazmë. Pra çmenden shqiptarët, çmenden dhe grekët akoma më keq se shqiptarët. Dhe kjo fjalë stichi nga stichios, hija e kolonës, bëhet fantazmë në gjuhën shqipe, dragua që nxjerr flak nga goja dhe tym, bëhet origjina e fjalës erë fort, fantazmash që nuk i shikon njeri. Merrni me mend ç'a krijon shqiptari. Arvanitasi. Dhe krijohet fjala stuhi në gjuhën shqipe, por në ndikimin e gjuhës së Cakonias, ija bëhet y dhe u. Edhe në shqip, stihi ka dhënë stuhi. E Qerem Çabej nuk di asgjë fare për këtë, as Koles Topalli dhe asnjë nga anëtarët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, edhe sot e kësaj dite. Pra, çfarë ndodh? Kur ja tregojnë këtë nxënësve, ata çmeriten. Çmenden, thonë si është e mundur, si e bëri një zbulim të tillë. Ja pra që e bëra duke studiuar gjuhën arvanitase dhe gjuhën arbreshe që ne nuk e njohim. Fjala shqipe stuhi ka ardhur nga stihi, fantazmë, erë fort, vrull. Ka marrë dhe kuptimin në rufe në disa dialekte të çamërishtes. Pra stihia është hija e kolonës në orën diellore greke. Stihia është bërë stuhi në shqip. Dhe Qerem Çabej thotë që fjala stuhi ka ardhur nga gjuhë slave, duhi, nuk ka duhi në gjuhë slave, ka duh, do të thotë shpirt. Kjo fundore, duhi, stuhi, kjo është greke si prapashtesë në shqip. Pra stichion është bërë stihi në shqip, është shkurtuar. Ky film ka marrë në TikTok, në këtë moment që po bëj unë këtë film, 30.000 shikime. Por tek Turbo Albanët që e kanë vjedhur këtë film, ka marrë 346.000 shikime. Në YouTube ka 700 shikime. Çfarë po ndodh? Punonjësit shqiptar të Google-it i frenojnë filmat e mi. Prej vitesh e kanë bërë këtë gjë, që me krijimin e Google-it. Nuk ju pëlqen shqiptarëve e vërteta, ndërsa nuk kanë kontroll në TikTok. Në TikTok është kontrolli plot automatik i algoritmit dhe në qoftë se një shqiptar e pëlqen, TikToku ja tregon këtë një film një shqiptari tjetër dhe e kanë parë me mira shqiptar. Pa bërë asnjë lloj reklame, fare.
Shqiptarë të tjerë kanë pëlqyer kaq shumë, e kanë marrë këtë film, e kanë vjedhur dhe janë disa hajdut të tillë shqiptar që unë i quaj ambasadorët e mi, përfaqësojnë idetë e mia dhe përpiqen të më bëjnë dëm mua. Më kanë bërë një dëm shumë të madh. Tani mendoni çfarë ndodh. 700 shikime Google-i, 30.000 shikime tek unë në TikTok, 346.000 shikime tek hajdutët e filmave të mi. Përse ndodh një gjë e tillë, sepse TikToku favorizon përdoruesit e rinj, moshat e reja. Kjo është e gjitha. Pra po t'isha unë më i ri, do kisha më shumë shikime. E tmerrshme kjo që po ndodh. Pra TikToku gjuan moshat e reja, gjë që është shumë e shëmtuar. Ndërkohë që moshat e reja që vjedhin filmat e mi kanë më shumë shikime me filmat e mi sesa unë, mosha e vjetër që bëj filmin. Ndërsa në YouTube janë komplet minimale si shikime, qesharake, 700 shikime. Pra Turbo Albanët po bëjnë një fushat të egër kundër meje dhe kanë filluar që me fillimet e mia kur isha në mënyrë anonime, që në vitin 2004, kur nuk kishte as YouTube, as TikTok, fare. Kur unë i nxora në serverin e Kalifornisë, falas këto dokumente. Prandaj isha anonim, e dija unë që do më sulmonin Turbo Albanët, po jo deri në këtë shkallë, që nuk duroj dot të nxjerr një film se më njëherë më sulmojnë. Me qindra Turbo Alban, të egër. Presidenti Turbo Albanëve në YouTube nuk figuron, nuk e shikon njeri. Ndërsa në Facebook ai ka 34.000 ndjekës, ushtar të tij të betuar. Dhe në këtë ushtri janë futur klerik, katolik, fatkeqësisht edhe musliman, edhe ortodoks. Janë bërë thtarët e tij. Njerëz të fesë merren me gjuhën. Politikan merren me gjuhën dhe ai që donte të bëheshte bashkiak i Tiranës, i Partisë Demokratike, edhe ai thotë që mitet greke flasin shqip, sepse po përdore këtë gjuhë, zgjidhesh si kryebashkiak. Një hajdut tjetër do e zgjidhim neve si hajdut vetëm sepse ai thotë që mitet greke flasin shqip. Është një idiot ai, e kuptoni apo jo? Një çmendur, si flasin mitet greke shqip. Pra, duke përdorur një orë të prishur të vjetër, mua më ra ideja që hija e orës është stihia. Është bërë hije, fantazmë në shqip, po kjo është ora diellore greke. Dhe këto fjalë na kanë ardhur ne me arvanitasit e helenizuar që janë në himar. E tmerrshme. Tani shikoni vetë statistikat se janë të frikshme, se çfarë po bëjnë Turbo Albanët kundër meje. Po Turbo Albanë janë njerëz me diploma, e kuptoni apo jo? Jo njerëz të thjeshtë. Janë të çmendur të gjithë, mendojnë se çdo gjë vjen nga gjuha shqipe. Shikoni vetë se çfarë po bëjnë ata. Të dashur shqiptar, kjo është faqja ime në TikTok. U detyrova të hap këtë faqe sepse filmat e mi po vidheshin në mënyrë masive nga Turbo Albanët për të më dëmtuar mua. Dhe ky film me orën diellore, stihia, ka 30.000 shikime brenda disa ditësh. Ka me qindra komente. Dhe shumica komenteve janë pozitive, nga ndonjëherë ka komente negative, pra në TikTok njerëzit më duan shumë, nuk e di se përse. Kjo është faqja ime në YouTube, ku kanë dalë filmat origjinal. Dhe ky film në YouTube ka vetëm 649 shikime. Filmi ka 11 minuta, është i përkryer. Poshtë filmit unë jap dokumentat që kam gjetur. E shikoni? Në gjuhën arvanitase dhe në gjuhën greke. Gjithmonë u vendos
dokumenta origjinale. Dhe ky film ka vetëm 600 shikime. Pse? Sepse është penguar zhvillimi i këtij filmi nga turbo albanët, që punojnë në Google, janë njerëz me diploma, por janë të infektuar nga studia e etimologjisë. Pra, shoqëria shqiptare është e vëgjitëruar komplet, nuk e pranojnë dot të vërtetën. Një film i bukur epokal për gjuhën arvanitase ka vetëm 600 shikime, që është qesharake. Unë kam të dashur shqiptar 6.000 nxënës të mbledhur prej vitesh dhe këta janë antarët e YouTube-it, janë nxënësit e mi që për të më bërë qefin mua janë në YouTube. Pra nuk ka shqiptar këtu, ka vetëm 7-8 shqiptar që më duan. Pjesa tjetër janë çek, polak, nuk janë shqiptar. Shumica e këtyre që më ndjekin duan thjesht të më bëjnë qefin mua, nxënësit e mi. Nuk kuptojnë fare se çfarë shkruaj unë, nuk e kanë iden. Dhe ata nganjëherë japin ndonjë pëlqim. Pra shqiptarët nuk i marrin filmat e mi, nuk i kuptojnë. Në YouTube. Në TikTok është krejt ndryshe. Të shikojmë se çfarë ka ndodhur në TikTok. Këtu jemi në TikTok dhe ky është Albani më famkeq, një hajdut shumë i keq, që sapo ka vjedhur një film që unë kam me këtë film vetëm 200 shikime. Tek ai nga që është moshë e re, ai ka 12.000 shikime me filmin tim. Shikoni filmat të tjerë, të vjedhur. Disa nga filmat ja kanë hequr sepse unë jam ankuar tek TikToku, por TikToku nuk ja ka mbyllur llogarinë atij, megjithë faktin që ai vazhdon të vjedhë filmat e mi. Dhe po të shikoni, shumë nga filmat e mi kanë mbi 90.000 shikime, 300.000 shikime. Pra ky film është më madhështori nga të gjithë, filmi i përkthimit të pllakës së Dardanëve në Shkup. Ky film vazhdon të marrë 347.000 shikime dhe ai tani po bën para me filmat e mi. Fillon të shesi elemente nga filmat e mi njerëzve në TikTok. Dhe dua t'u them shqiptarëve që mos u jepni lek atyre që nuk kanë siglën time në TikTok edhe në YouTube. Pra, këta janë hajdut dhe pasuron me filmat e mi. Shikoni, kanë mbi 40.000 shikime, 13.000 shikime filmat e mi. Të njëjtat filma në YouTube kanë 200 shikime, 300 shikime. Pra ky është pasuruar me filmat e mi dhe ky nuk është i vetmi. Është përpjekur të vjedhë filmat e tjerë, por nuk ka patur sukses. Ka sukses vetëm me filmat e mi dhe është fokusuar në vjedhjen sistematike të filmave të mi. Pra unë nuk arrit ta kuptoj se si filmat e mi në YouTube kanë 200 shikime, 400 shikime, 600 shikime, pastaj tek kontoja ime në TikTok që kam hapur këtë vit, sepse po i vidhnin filmat e mi në TikTok, prandaj hapa në TikTok dhe pash që tek unë kanë shumë shikime, 30.000 shikime. Filmat. Tek hajdutët e mi, që janë mosha më e re, 347.000 shikime, po shtohen dita ditës. Ata që janë pjesëtar të këtij banditi, do t'i ikin nga faqja e tij, sepse ata nuk e dinë që ky ka vjedhur filmat nga unë dhe ju bëj thirrje të gjithë televizioneve private që të më përkrahin, sepse në TikTok, në qoftë se bëhesh një njeri i njohur publikisht, fiton një ngjyrë blu. Ngjyra blu e siglës tregon që je njeri i njohur dhe nuk t'i vjedhin më filmat pastaj. TikToku nuk e lejon një gjë të tillë. Pra ju lutem, të gjithëve ata që kanë një mik, një shok, një kushëri në televizionet private që janë shtuar shumë në Shqipëri, do ta ngrenë këtë problem. Mjafton që në një televizion privat përmendet ky fenomen dhe TikToku e njeh pozitën time si pozitë e një njeriu influencues dhe pastaj fitoj shenjën blu. Mund ta fitosh dhe po të paguash në TikTok, por unë nuk kam ndërmend të paguaj e para, e dyta nuk kam para, jam një mësues i varfër.
dhe nuk kam luajtur nga mend e kokës që të paguaj për shenjën blu në TikTok. Mund ta fitosh shumë lehtë nëse për krahasit e mi, ambasadorët e mi të vërtetë dhe jo banditët, ju shpjegojnë shqiptarëve se kush është autori i këtyre filmave. Jam krijuesi i fjalorit të gjuhëve indo-europiane të botuar falas në internet në anglisht. Në vitin 2004 dhe mund ta gjeni këtë në Scribd, falas këtë fjalor. Pra, ky fjalor është botuar në Akademia Edu dhe mbi 18.000 akademik e kanë lexuar këtë fjalor nga e gjithë bota. Pra jam shumë i famshëm, por jo në Shqipëri. Dhe ju lutem shqiptarëve që kanë njerëz të njohur në televizione private që ta sqarojnë këtë problem të madh që kam unë, që filmat e mi po grabiten nga bandit të vërtet. Pra nuk ka vetëm bandit bijuterish në Shqipëri, ka bandit filmash, të cilët pasurohen me filmat e të tjerëve. Tani shenjën blu e ka fituar një jevg në TikTok, që ka në çdo film mbi 1 milion shikime. Ajo e ka fituar këtë status, sepse ju thot vajzave shqiptare që ta japin, dhe më thënë ajo predikon jetën e përdal në Itali të vajzave, për zyrtarizimin e përdalësisë. Dhe kjo grua, kjo femër e përdal, ka 1 milion djegës, 1 milion shqiptar. A kemi ne 1 milion jevq? Se besoj. Në qoftë se ne kemi 1 milion jevq në Shqipëri, Shqipëria ka mbaruar, dhe më thonë është e vgjitëruar plotësisht. Ka ndodhur ndryshimi demografik i Shqipërisë, por se besoj të ketë ndodhur. Mund të ketë ndodhur. Ata shqiptarë që nuk janë jevq, ju lutem më ndihmoni, se jevgjit po na pushtojnë neve, e kuptoni apo jo? Dhe banditët. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.